Bushat, që mendim këti tani për këtë deklaratë? Më thënë, unë jam dakord me pjesë të asaj që i bëri Preçi shpjegimit, burimit nga kemi ardhur të kjo deklaratë. Por gjë e parë që unë doja të theksoja, pra është një këndvështrim nga një këndvështrim tjetër. Ka pasur gjatë gjithë javës një debat në Shqipëri, po të shikoje gjithë mediat e Ramës, thoshin përfundimisht Amerika njohu zgjedhjet, zgjedhjet u certifikuan dhe nga administrata e re Trump. Nga ana tjetër, Berisha dhe berishistët çfarë thoshin? Thoshin, ja, dhjeu zgjedhjet Ramës, i prishi zgjedhjet Ramës, Rama as nuk përmendet deklaratë. E vërteta në fakt është në mes të këtyre dy qëndrimeve. Nuk i shkon asnjërit as tjetër. Pse është në mes? Nga njëra anë, derisa ambasada uron popullin shqiptar për zgjedhjen, një ambasad nuk mund të uroj një popull për zgjedhje që këtij populli ja kanë vjedhur. Pra, në tekstin e deklaratës nuk presupozon në asnjë moment që këto zgjedhje janë të vjedhura siç thot opozita. Dhe kjo është një lloj goditje për interpretimin që i bën opozita. Nga ana tjetër, ju sollët deklaratën e 2021, që është një administratë tjetër, administratës aleate me Ramën. Por unë krahasimin e bëra ndryshe. U futa të kërkoj dhe thash, ore, përveç nesh, kush ka pasur zgjedhje këto kohë? Dhe një javë mbas nesh kishte zgjedhjet presidenciale Rumania. Zgjedhje presidenciale rumune, që në konferencën e Munihut, zëvendëspresidenti amerikan i goditi si zgjedhje ku elitat janë të paafta të dëgjojnë popujt e tyre, me atë që i bëri gjykata kushtetuese. Pra, qëndrimi amerikan ishte kundër zgjedhjeve rumune. E megjithatë, po të lexosh deklaratën amerikane në Bukuresht, uron me emër presidentin e zgjedhur Nikusor Dan, si e kishte ai europeisti, antitrampisti e tjerë. Pra, po sepse aty kishte një specifik Bushat. Njeriu që humbi ishte një prorus i tërbuar. Jo, prit. Njeriu që humbi ishte aleati trampistëve, ka bërë fushat si Saliu këtu me Maga, dhe pikrisht se paraardhësi i tij u përjashtua nga gara, Amerika i goditi zgjedhjet Amerikës. Por ajo që dua të them është dhe një njeri që ja goditi zgjedhjet kur u zgjodh tjetri e uroi me emër. Emri Edi Ramës tu mungon. Kështu që çfarë na tregon kjo? Na tregon që minimumi, në qoftë se nuk janë pro opozitës, nuk janë hapur as ndaj Edi Ramës. Duket që zgjedhjet nuk i kanë dënuar, siç pretendon PD-ja, por duket që Edi Ramës as nuk duan t'i japin as minimumit e në një bonusi për zgjedhjet që janë zhvilluar në këtë vend. Dhe nga një anë, unë me qëndrimet e mia dhe këto jam kundër Preçit, shqyr që e kemi këtë heshtje amerikanë. Këto do jenë zgjedhjet e para, zgjedhje pa amerikanë kemi zhvilluar në Shqipëri. Dhe ky nuk është një lajm i mirë. Nuk është një lajm i keq, por mua është një lajm i mirë. Që ka folë kështu se kanë folur, nuk kanë. Jo, Bushati po thotë kanë folur për mos folur në fakt. Preç, Bushati po thotë një gjë tjetër që unë e kam pyetjen poshtë. Dakor, e lash. Sepse nuk drejt për drejt ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka qenë vëlla në çdo zyrë, në çdo vend, në çdo bufe ku haj. I mblidhte ata do bëni marrëveshje kodifjedhor, do skuptojnë me aq se ambasadori sovjetik nuk ka qenë aq. Po s'do populli shqiptar ta bëj punën e vet, let mos e bëj o zotri po. Nëse, Nazarko, është i vetmi lajm i mirë këtyre zgjedhjeve. Do mbrim te kjo pikë. A është një sinjal më shumë se SBA, pavarësisht administratës në pushtet tjetër që ka ardhur, mbështet fituesin dhe të fortë. Se që ka bërë të rjetën e vetë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Mbili ka ardhur koha, ka mbështetur dhe diktatorë të rëndësishëm, të cilë pastaj i ka marrë me helikopter për t'i shtuar. Padyshim, po do të vësh për shembull ta vësh në peshore. Nuk është ky rasti, nuk është ky rast. Po do ta vësh në peshore, mund të interpretohet dhe si një lloj mbështetje. Sepse fraza urojmë popullin shqiptar
e thënë gjutë thjeshtë. Ti uron, ti shkosh në një shtëpi njeriu për urim, kur këti njeriu i kanë vjedh një send nga shtëpia, pra nuk urohet një njeri i vjedh. Në tekst, kjo nuk e pranon vjedhjen që pretendon opozita. Kjo deklarat. Por më rëndësishme se kjo, është kjo se Preci tha pak për parë, këto ishin zgjedhje me Amerikë, me shumë Amerikë, Laci Vita, këto. Këto ishin zgjedhjet e para pa Amerikë, dhe mund dhe shqyr që ishin zgjedhjet. Unë jam nga ta që Shqipëria është më e mirë pa Amerikën. Jo, Amerikën si alat në NATO edhe si partner. Në sens pa Amerikë. Ja, atë po them. Ne s'kemi ambasador këtu. Atë po them. Tu është në ngarkuar me punë qa prisni protagonizm nga... Po pse mo ti mendon se ata na quajnë në një vend i rëndësishëm ne atje? Jo, po them protagonizm. Jo. Nëse po të fillojmë të mendojmë si Fatmir Mediu të gjithë. Jo, ata kanë fotografi dhe i sjell këtu. Jo, ka një falë, ka një politikë për Shqipërinë dhe ne na mjafton aq sa kanë, nuk duhet më shumë. Ka pas ambasador ma shumë protagonist, po ne tani jemi pa ambasador. Në këtë sens, them unë. Po kishte Amerikë, s'mund ta mosh. Në këtë sens. Po jo, se për mua, unë jam të ata që besojnë që Laci Vita është një personazh privat, ka marrë lekët për çdo deklaratë ka bërë dhe unë nuk e shoh si Amerikë zyrtare Laci Vita. Zyrtarisht Amerika nuk ka qenë prezente. Nuk kanë qenë këta kaubojësit që mernin për dore lulbashën me dramën, ullun i bëni marveshje, pastroni listat që tha Andi, etje. Sa i mirë ishte ai, është shumë i mirë. Kjo Amerikë kaubojëse ka mbaruar dhe ky është një lajm. Po pra, dhe pas një muaji e prishte marveshje. Pra, Trumpiste ka qenë dhe ajo. Se këta që nxjerrin buldozeri. E Trumpit ka qenë dhe ajo. Këta që nxjerrin e një Amerike të një linje tjetër, që nuk është kjo e sotme. Dhe në këtë kuptime, thash, ta që nxjerrin titull shportazhi kanë qefto, unë them që Shqipëria është më e mirë pa Amerikën, pra pak të lloj Amerike. Tani, çfarë të keqe ka kjo në këndvështrimin tim? Në këndvështrimin tim ka këtë të keqe. Unë jam nga ta që mendoj që regjimi autokratik shqiptar është një regjimi vendosur këto 12 vjetë me mbështetje dhe përkraje amerikane. Çfarë na tregon historia e Amerikës? Historia e Amerikës na tregon deri tani një shtet të madh, një superfuqi, një hiperfuqi e quajnë disa, që korrigjon vetveten. Pra, mbështet Pinochetin, por dhe i heq spinën në fund Pinochetit. Mbështet Saddam Husseinin, po e çon dhe litar Saddam Hussein. Kjo Amerikë, e cila na la peshqesh diktaturën e Edi Ramës, nëse do ishte ajo tradicionalja do korrigjonte vetvete. Kjo Amerikë që tërhiqet. Mbështet Izraelin për të vrarë popullin palestinez. Kjo Amerikë që tërhiqet, pra Amerika trampiste që jo se është tërheqja Shqipëria, mund të rriqet dhe nga rajoni, qofse pe fjalimin ati zëvend sekretarit Amerikan shtetit në Dayton, që tha ne nuk do jemi më korrigjuesit tuaj të përjetshëm. Pra, është një Amerikë që po të rriqet. Dhe, çfarë ndodh Shqipërisë me këtë Amerikë që të rriqej? Amerika e parë, ajo e demokratëve, na instaloi regjimin autokratik dhe tërheqja e kësaj Amerike vetë korrigjuese na lë peshqesh dhuratën që na bën demokratët. Vizioni është më mirë t'jenë e të mos jenë. Unë jam që mos jenë si ata të parët. Unë jam që mos jenë si ata të parët. Do me thënë, pa ndërkombëtarët këtu mos jenë edhe si ata të kohës Rajersonit. Pra unë jam dhe kundër asaj që bëri 92-shin Rajersoni. Duhet jetë, sepse bota ka shpikur konventa, si që është konventa e Vjenës, që i përcakton rolin diplomatëve. Kur këta kalojnë këtë rol, shkaktojnë gjëma në vëndet që kanë qenë. Mund të bëhesh kollaj Afganistan, mund të bëhesh kollaj Kili. Me këtë Amerikën kaubojse. Kështu që më mirë të mos jetë. Fatkeqësia jonë që një Amerikë na bëri peshqesh autokratin, Amerika vetë korrigjuese nuk funksionoi për ta rregulluar anomalinë e Amerikës paraardhëse.